Në botën e fjalës shqipe, zëri i nënës është vargu i parë. Ai vjen përmes ninullës, i butë, i ngrohtë, por edhe i ngarkuar me ëndra, frikë dhe shpresë. Gruaja shqiptare ka qenë historikisht jo vetëm përçuesja e jetës, por edhe mbrojtësja e kujtesës. Ajo ka ruajtur përveç ninullës gjuhën, kulturën, por edhe një imazh të familjes, të burrit trim dhe vajzës punëtore. Ninullën e kënduar në Djepe, sot do ta ftojmë të marrë frymë në një dokumentar, si art dhe si një ndërgjegje kolektive. Ninulla. Ninulla, një fjalë e vogël, por me peshë të madhe. E lindur nga zëri i nënës, ajo është më shumë se një këngë. Është lutje, është mbrojtje, është dashuri. Rreth 4000 vjet më parë, daton e shkruar në pllaka balte në Babiloninë e lashtë, Ninulla e parë. Ninulla vazhdon të mbijetojë, e përkundur nga nënat dhe e ruajtur jo në letër, por si një ndjesi dhe kujtesë. Në përkufizimin klasik të folklorit apo të trashëgimisë gojore, ninullat përkufizohen si këngë gjumi, përgjithsisht. Por në të vërtetë ato janë shumë më tepër se sa kaq. Zëri i nënës është tingulli i parë që fëmia dëgjon sapo vjen në këtë jetë. Gjithashtu, ninullat janë përcaktuar edhe si një gjuhë komunikimi universal midis nënës dhe fëmijës. Nëna është, le të themi, fjala e parë, sikurse ishte tingulli i parë që dëgjon fëmia, është edhe fjala e parë, është, le të themi, edukimi më i hershëm që bën nëna me fëmijën e saj, duke i përçuar fëmijës, le të themi, dëshirën ose dashurinë për atë dheun, dashurinë për muzikën, dashurinë për, le të themi, për t'u shkolluar, dashurinë për t'u bërë një punëtor shumë i mirë. Pra nëna në një mënyrë shumë instiktive vendos tek fëmia i saj, djalë apo vajzë qoftë, vendos të gjitha ato dëshirat apo pasionet apo gjithçka që ajo ka dashur të krijoj për fëmijën e saj, pavarësisht nëse do t'ja dali apo s'do t'ja dali përgjatë rrugtimit të edukimit të fëmijës, le të themi që nëna në një farë mënyrë është institucioni i parë i edukimit të fëmijës. Gruaja e hershme shqiptare nuk ka shkruar libra, por e ka krijuar botën përmes ninullës. Ajo nuk është thjesht nën, por edhe poete, këngëtare, edukatore. Përmes vargjeve që përsërit butësisht, ajo formon ëndra dhe kujtesa. Familjen tonë ka një ninull që ne e kemi dëgjuar prej mamit, nanës, gjyshës pra, nanës Loke, dhe e përçojmë brez pas brezi. Ajo ka ardhur deri tek Hana, që është bia ime, sot. Kemi një marrëdhënie të ngushtë, sepse ka qenë pothuajse do ta quaj një lajt motiv i fëmirisë sonë. Ai motivi, tema kryesore është nani o, nani, nani, hanën o, Nga kjo më pas shpiken fjalë, nga më të bukrat, nga nëna ime, nga mami im tek nëna, nga nëna tek hallat, nga hallat tek unë, fjalët gjithmonë ndryshon emri i fëmijës të cilit i këndohet, vargjet, dialekti ndoshta edhe, sepse nëna ime na këndonte hajde gjume dal ka dal, her në der, hell në dollap. Përgjithsisht këngët ose poezia, vargjet poetike që nëna i krijon fëmijës, duhet themi dhe duhet ta veçojmë këtë që është një lloj monologu që bën nëna me fëmijën e saj. Dhe në momentin që ajo krijon këtë lloj monologu,
i përgjigjet një tipologjie, sikur se tham pak më përpara, pra një klasifikimi të shtresës shoqërore, ekonomike dhe intelektuale të cilën ajo përfaqëson, dhe ndërkohë diferencat ose le të themi veçoritë që mund të kenë këto këngë i përgjigjen edhe kushteve politike, historike, gjeografike të nënës, të familjes të cilën ajo përfaqëson, duke ja veshur fëmijës së saj. O nano, nano, moj cukone, ta të pjetë fusene. O nano, nano, moj cukone, ta të pjetë fusene. O mere gjumë moj bajesun, sa të vita se deon. O të flirit të vitete, ti kalojnë për sjetë. Gruaja ka krijuar vargjet e para ose letërsinë e parë, le të themi, për fëmijë. Kur filloi të studiohet për letërsinë, ne fillojmë nga ninullat. Mere, mere, gjumino, mere, mere, gjumino, mere, mere, gjumino, gjumire hatunio, nina. Duke u referuar, le të themi, këtyre dokumentimeve që janë gjetur për ninullën në ndërvite dhe në qytete krahina të ndryshme të Shqipërisë, po jo vetëm, edhe përtej në Maqedoninë, Kosovë, në Çamëri, në Arbëri, ne shikojmë që nëna, për pikërisht lidhur në kohën në cilën ajo ka jetuar, ku zëri gruas nuk është se ishte aq i rëndësishëm ose kishte le të themi mundësinë për të vendosur fjalën e saj përkundrejt burrit, vjerrit apo gjithë meshkujve të familjes, nëna në një farë mënyre ka luajtur rolin e projektimit të së nesërmes për fëmijën e saj. Pra atë çka ajo nuk mbënte dot vetë, e shikonte dhe e vargëzonte në vargjet e ninullës për fëmijën e saj, qoftë ky djalë apo vajzë. Nina, nana, mori bi, me pik halli, o moj po të knoj ty. Me pik halli, o moj po të knoj ty. Se të daqa, unë plaqa, kajraj fillu moj së në bohet kaqa. Kajraj fillu moj së në bohet kaqa. Se mos knofsha ma mirë nana, qysh nxen djeli, mori nuk nxen hana. Qysh nxen djeli, o mor nuk nxen hana. Po të knoj ty unë, mori sose, me 6 vllazën mojti u bëfsh motër. Me 6 vllazën mojti u bëfsh motër. Në ninullat shqiptare është e pashmangshme që të mos vërehen dallimet gjinore të vajzave dhe djemve dhe mënyra se si ju është dhënë vlerë e ndryshme që në lindje fëmijëve. Dhe në fakt, fatkeqësisht kjo këngë djepi reflekton qëndrimet e shoqërisë shqiptare ndaj vajzave dhe grave. Dhe me ndjenjë keqardhje e them që disa nga këta qëndrime vazhdojnë të jenë aktuale edhe në shoqërinë e sotshme. Për shembull, në shprehjen simbolike që me pikë të hallit po knoj ty, vërehet se çfarë presioni shoqëror i madh ka qenë ndaj grave dhe ndaj nënave për të lindur sa më shumë djemë dhe jo vajza. Nënat të cilat kishin më shumë djemë, kishin një vlerë më të madhe se nënat të cilin sillnin në jetë më shumë vajza. Dhe gruaja pikërisht dhe në rolin më hyjnor të saj, në rolin e nënës, merrte vlerë pikërisht vetëm nga sjellja në jetë e djemve.
More bire, nina, nana, more bire. Sa hati, sa dakika që ka sa hati. Turishtati, nja qobir ty turishtati. Djali gjumi, shpo ik no, djali gjumi. Këndon plumi, por si vida që ik no plumi. T'ka fal zoti, fleo birë se t'ka fal zoti. Kastrioti, mu bëf shtrip si kastrioti. Duke qenë se janë produkt kulturor që përmbajnë norma, besime, vlera, qëndrime shoqërore, janë sa mbartëse aq edhe transmetuese të kulturës. Kështu që në një shoqëri patriarkale, ninullat janë pjesë e skenarit, e skriptit të përçimit të vlerave, normave, qëndrimeve patriarkale në një shoqëri për të përforcuar këto norma dhe vlera në mënyrë që ato të ruhen brez pas brezi. Ne shohim qartësisht dallim mes të kënduarit lindjes së djalit dhe të kënduarit të lindjes së vajzës. Një nën nuk është se nuk gëzon me lindjen e fëmijëve, ajo njësoj gëzon, edhe një baba. Problemi është tek pritshmëritë shoqërore të ndryshme nga të pasurit djalë dhe nga të pasurit vajzë, sepse djali në kulturën patriarkale shihet si vijues, vazhdues i trashëgimisë së familjes, ndërkohë që vajza do shkojë në një familje tjetër. Kaq e vërtetë është kjo, do me thënë trashëgimia në linjë patrilineare, pra nga babai tek djali, saqë nuk vlen vetëm në të kënduar, pra në ninulla, aty shprehet në fakt të dhimbja për këtë lloj dallimi që bëhet mes vajzës dhe djalit, por kjo duket edhe tek element të pronësisë, të trashëgimisë, të emrit. Pra vajza vërtet lind në një familje, por duke qenë se ajo do shkojë në një derë të huaj, pra dera ku do shkojë nuk qenë ka e saj, nëna i këndon dhimbjes për vajzën, sepse për të do qajnë dhe trarët e shtëpisë, që do të thotë ajo është një figurë dhimbësur në kulturën shqiptare, pikërisht sepse atje ku do shkojë, ajo do ketë një rol shërbimi, nuk do ketë një vend si bij në atë shtëpi, por do jetë një figurë nënrenditur ndaj figurave të tjera mashkullore. Ninulla nuk është vetëm për këdhelje. Që në djep, fëmia mëson për dashurinë dhe guximin. Ninulla përcjell mesazhe të trashëguara. Djalit i këndojnë për trimëri dhe vajzës për urtësi dhe punë. Ajo jo vetëm që qetëson fëmijën, por edhe i përcakton rolet shoqërore, duke formuar identitetin e tij. Ninulla është një, le të themi, ekskluzivitet mëmësor dhe çdo grua që bëhet nën i këndon fëmijës së saj. Por në fushën e folklorit, ninullat janë ato këngë që janë bërë pjesë e të kënduarit në grup. Pra, çdo nën mund të sajojë një ninull, por një ninull që këndohet nga shumë nëna, do me thënë se përcjell dhe mbart vlerat e grupit që përçohen përmes gojës së nënës në formë muzikore tek fëmijët. Ninullës në kontekstin e identitetit kombëtar, ne shikojmë që nëna e ka kryer shumë mirë këtë mision me fëmijën e saj. E thënë kështu sepse ne kemi pasur edhe një lloj rezistence, pra bazuar në historinë e popullit shqiptar, kemi parë edhe një lloj rezistence që ka bërë populli shqiptar ndaj shumë ekspansioneve të jashtme që kanë ardhur për të pushtuar, për të asimiluar këtë popull etj. Dhe ne shikojmë që nëna përmes këtyre vargjeve në një farë mënyre ka ruajtur identitetin kombëtar përmes gjuhës, përmes muzikës, përmes historisë. Pra shpeshherë ne dëgjojmë në ninulla të krahasohet djali me Bajram Currin,
ne shikojmë ninullat arbëreshe të cilat përçojnë, pra ruajnë identitetin gjuhësor, pra gjuhën shqipe. Ne shikojmë shpesh edhe në ninulla, pra kemi emigrime të popullatës krahinës së Korçës në Amerikë, ku përsëri gjejmë ninulla të cilat kanë ruajtur më së miri dhe shumë pasër gjuhën shqipe. Pra ne shikojmë një rezistencë të nënës për ruajtjen e identitetit kombëtar të gjuhës shqipe, të muzikës shqiptare, të kulturës shqiptare, por edhe të përçimit të saj më tej, pra pa dashur ta harrojmë pikërisht nga ninulla ku fillon, le themi, historia e Shqipërisë, fillon me zërin e nënës, edhe kalon nëpër të gjithë ato format edhe llojet e ndryshme letrare apo muzikore. Kur Shqipëria u coptua dhe shqiptarët u shpërndan, zëri i gruas mbeti si i vetmi ndriçues i gjuhës shqipe dhe i identitetit kombëtar. Ninulla nuk ndali. Ajo vazhdoi të këndohej si një akt dashurie dhe qëndrese. Ajo ruan frymën, melodin, por edhe kujtesën e një kombi në Shqip. Ninulla, si një ur midis trashëgimis, lidh brezat e shkuar me të sotmen dhe krijon të ardhmen. Me të, historia e një populli vjen si një përshpërim. Është pak e rrallë dhe e pasakont të shohim ninulla që përkasin repertorit folkloristik të këndohen nga nënat e reja sot. Gjë që tregon se ninulla si elementi krijimtarisë folkloristike është të zbehur. Flas për ninullën që është e njohur dhe këndohet në grup. Tani nënat e reja në kontekstin modern i këndojnë vetë me fjalët që ato gjejnë vajzave dhe djembe, dhe ne shohim apo dëgjojmë nënat e reja që këndojnë njësoj bukur djalit dhe vajzës. Do të thoja që ninulla nuk e ka ruajtur më atë funksionin që ka pasur dikur. Pra duke qenë se edhe vetë koha ka evoluar, zhvilluar, teknologjia ka bërë punën e saj, por kemi dhe institucionet që ndoshta sot ninullën apo këngët e djepit i shikojnë vetëm në për studime, pra janë objekt studimi për studiues të ndryshëm, por jo objekt, le të themi, studimi për të krijuar, le të themi, për të arrisjell motivet muzikore, qofshin këto edhe shumë të thjeshta dhe të vogla, pra pa ndonjë rëndësi të madhe muzikore në muzikë, por ato në një farë mënyrë kanë qenë thelbi, motivi që ka krijuar pikërisht atë vazhdimsinë e jetës. Dhe ndoshta unë do t'ja vendosja pak institucioneve arsimore, në këtë rast Universiteti të Arteve, i cili prodhon ose zhvillon, le të themi, muzikantët e ri, që mund ta kthenin vëmendjen duke i marrë këto motive dhe për të krijuar këngëlodra, për të krijuar melodi me taban të qetë, me atë përsëritjen e vazhdueshme të ndoshta jo të zërit të nënës, po mund të bëhet një melodi shumë e qetë dhe të jetë një siti shumë e këndshme për nënat e reja që sigurisht zhvillimet e vrullshme të jetës nuk kanë mundësi më të bëjnë atë komunikimin apo monologun me fëmijën e vet, por ama mund të ketë një CD, një DVD ku mund ta shprehë emocionin e saj nëpërmjet këtyre krijimeve të thjeshta muzikore. Nga djepi, në skene, në ekran, ninullat e gjejnë vendin e tyre në art dhe në edukim. Ato nuk janë të varura vetëm nga tradita e së shkuarës, por vazhdojnë të formosojnë mënyrën se si një popull e ruan ndjenjën dhe identitetin e tij. Nuk është vetëm fëmia që mësohet me tingullin e nënës, është e gjithë shoqëria që e ruan si kod gjenetik të kujtesës dhe dashurisë. Projekti artistik lidhet ngushtë me jetën personale të artistit, mendoj. Në këtë rast, përpara ninull lindi duo Hana, së bashku me muzikantin italiane Ilaria Fantin që luan në arqiliut, që është një instrument barok. Ne të dyja kemi një formacion klasik, ne kemi studiuar në konservator të dyja. Kemi këtë pasionin për muzikën tradicionale të botës, do thoja, dhe projekti lindi si një bashkëpunim për të risjell në jetë muzikën tradicionale të botës. Duaja mori emrin Hana fal një poezie që unë kisha shkruar me këtë titull, duke imagjinuar
vajzën time. Në ndërtimin e programit të koncerteve që kishim, i propozova përse mos të bëjmë një Nina Nan. Unë kam një Nina Nan të nanës time, që është shumë e bukur dhe që e kam për zemër. Në moment që ja këndova, Ilaria u emocionua shumë dhe vendosëm ta fusnin në programin e koncertit. Nina Nanave jo vetëm shqiptare dhe italiane, po të gjithë botës, ato që ne mund të na ngacmonin artistikisht. Dhe kështu lindi Një Null. Neve në të gjitha një nullat që kemi zgjedhur, pak a shumë na përfaqësojnë. Një Nulla në gjuhën shqipe e para ka qenë ajo e nanës time. Më pas ne kemi transformuar një këngë shumë të dashur për mua, që është Delja Rude në Një Null. Dhe kemi kthyer në një pasakale që është një formë baroke e muzikës. Duke i vënë tekstin në italisht, por duke e lënë edhe një strofë në shqip, pa diskutim. Ka qenë kurioze dhe për ne ky lloj transformimi, sepse kemi parë që muzika është shumë elastike në disa raste. Gjithmonë duhet shumë delikatesë dhe kujdes kur preken disa këngë. Një Nulla e Salentos Pugliese që i përket bashkëshortit tim na ka ardhur me një mesazh vokal në WhatsApp dhe ne nga aty e kemi zhvilluar dhe kemi lënë edhe zërin e vjerrës time në të, për të treguar nga vjen kjo këngë. Pra çdo gjë është gojarisht pothuajse gojarisht e transmetuar tek ne. Publiku e mirëpret sepse janë projekte të veçanta, nuk para bëhen shumë. Nga ana muzikore për shembull, neve kemi përdorur arqiliutën, kemi përdorur violoncelin, kemi përdorur fagotin që është një instrument shumë i veçantë. Ka qenë një punë edhe me veten që kemi bërë në ato momente, mënyrën se si ne i kemi kënduar të dyja me Ilarian, se si kemi trajtuar. Mos keni frikë të këndoni fëmijëve tuaj, sepse ato janë fansat tuaj më të mëdhenj. Domethënë nuk ka rëndësi intonimi, fëmia ka nevojë të dëgjojë zërin tuaj. Nuk duhet të jesh këngëtari më i madh në botë që ti këndosh fëmijës tënd.